Mos imito zoj. Ti din që du me zemër. A e din? Seriozisht, të vitë që po ç'është po Po zakonisht ti këdo me zemër e rref. Po lloj po ka në burr. E rref shumë. Jo, ja fos burr. S'kam pa Zakonisht rob si ky. ti këdo me zemër e rref. Ose e dhunon me dur, ose psikologjikisht si ç'bëre me Eglin. Më du me zemër, më. Ose psikologjikisht si ç'bëre me Eglin. Dua më burr. Po te dua më burr, çapo po kështu pse. Tash ne e kemi kuptuar, unë për shembull e kam kuptuar që ky Veser Losi është një nga lojtarët më të shpifur të Big Brotherave ever në historinë e tyre, se mu nuk më pëlqen fare mënyra se si qaset, se si flet, se si ofendon e kështu me radhë. Dhe se si i përdor situata, se më pëlqen fare dhe këtë e dim ne tash. Po ajo që s'po kuptoj unë, që në këtë rast edhe Gjesti, po edhe Kelly kanë 4 orë të humor me te. Duke e faktorizu kot. Po që i shkoni nga mrapa kot për të... Tani, ju do thoni e bëjnë për ta provoku, për ta nxjerr nga vetja. Unë e kuptoj, po nuk ka nevojë. Një tip si ai do dal nga shtëpia vet. Nuk ka nevojë me nxjerr nga vetja. S'ka nevojë me nxjerr me zarfëziate. Ai del vetë, nuk do votohet, do dali. Po, duke i shku kështu nga mrapa dhe duke i dhënë muhabet dhe duke e provoku kaq shumë, kam frikë mos e faktorizojnë. Dhe prandaj po them nuk e kuptoj për çfarë po e bëjnë. Se di, lereni më çuna, lereni. I njërim.